Dritan Gjika, njohur ndryshe me Nofkën Shkodrani, është një nga emrat më të errët të krimit të organizuar shqiptar që ka ndërtuar perandorinë e tij larg syrit të drejtësisë shqiptare në zemër të Amerikës Latine. I lindur në Shkodër në vitin 1976, Gjika u zhvendos në Ekuador në vitin 2009, ku nisi si një eksportues bananesh dhe përfundoi si një nga baronët më të fuqishëm të kokainës, me lidhje në të katër anët e globit. Në Shqipëri ai nuk rezulton me precedent penal, nuk ka një dosje të hapur dhe asnjë ndalim nga autoritetet vendase apo europiane, por jashtë kufive shqiptar, historia e tij është ngjashme me një skenar filmi kriminal, ngritja e një rrjeti të sofistikuar droge që lidhej drejt për drejt me laboratorët kolumbian, partner ekuadorian dhe shpërndarës në Europë. Fillimisht, Gjika shfaqet në Ekuador si një sipërmarrës i fushës së bujqësisë, duke krijuar kompani të ndryshme, të cilat ishin kompani që në duke vepronin në tregti, ndërtim dhe kultivimin e kanabisit mjekësor, por në realitet këto shërbenin si mbulesa për të organizuar trafikun ndërkontinental të kokainës. Hetimet e autoriteteve belge dhe ekuadoriane zbuluan se Dritan Gjika përdorte kontenjerët e bananeve për të futur sasi të mëdha kokaine drejt portit të Belgjikës, një nga nyjet kryesore të trafikimit të drogës në Europë. Llogaritet se sasitë e transportuara për llogaritë në tonelata, me një zinxhir që përfshinte prodhues kolumbian, rrjete shpërndarje në Bashkimin Evropian dhe Ballkan, si dhe struktura financiare për pastrimin e parave. Por Gjika nuk ka vepruar vetëm. Sipas dokumenteve hetimore, ai kishte krijuar aleanca me figura të rëndësishme në Ekuador, ndër të cilët më i njohuri ishte Ruben Shears, një biznesmen me lidhje të dyshuara politike, i cili u vran në mars të vitit 2023 në një atentat mafioz, së bashku me 3 persona të tjerë. Të dy kishin themeluar së bashku të paktën 13 kompani, kryesisht në sektorët e ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme, sektor klasik për pastrimin e kapitalit të palishëm. Hetuesit kanë dokumentuar një skem të mirë organizuar për pastrimin e parave të drogës përmes transfertave bankare ndërkombëtare, investimeve në pasuri të paluajtshme dhe kompanive të regjistruar në emra të afërmve apo personave të tretë. Kjo i ka mundësuar Gjikës që të shmangë hetimet për më shumë se një dekadë, por fillimi i vitit 2024 solli dhe goditje më të rëndë për rrjetin e Gjikës. Gjatë operacionit ndërkombëtar La Pampa, i koordinuar mes autoriteteve ekuadoriane, belge dhe agjencive partnere, u arrestuan disa nga bashkëpunëtorët kryesorë të Shkodranit dhe u sekuestruan pasuri në vlerë të konsiderueshme. Edhe pse identifikohet si një nga figurat kyçe të krimit të organizuar shqiptar, ai mbetet një fantazm për drejtësinë shqiptare, pas një procedim penal, pa një kërkesë zyrtare për ekstradim dhe jashtë radarëve të Interpolit shqiptar. Hetimet vazhdojnë, por për momentin Dritan Gjika është simboli i asaj çka quhet krim pa kufi, një rrjet global me rënjë shqiptare dhe degë që shtrihen nga Amerika Latine në Ballkan, nga portet europiane në zyrat e kompanive fasad.